Parashikimi yjeve për javën e fundit të marsit, kemi 3 ngjarje të rënda e të mëdha astrologjike për të gjitha shenjat, Mërkuri në retrograd, thot Jorgo Pulla, eklipsi diellor ditën e shtunë, po ashtu Afërdita në retrograd, si do të ndikojnë këto 3 zhvillime astrologjike për secilën shenjë, le të dëgjojmë tani me një herë mirë se erdhe. Mirë se gjitha kënaqësi. 3 zhvillime të tilla besoj se do të kenë një ndikim të fortë në mënyrën se si do t'i perceptojmë zhvillimet e kësaj jave dhe si do të reagojmë përderisa edhe Mërkuri në retrograd tregon që do të kemi probleme me komunikimin apo jo. Unë kam thënë gjithmonë dhe e them që planetet na tregojnë, na diktojnë. Ne çfarë duhet bëjmë? Atëherë nëse jemi do të shkojmë te doktori, do të vëmë temperaturë përpara, do të vëmë termometrin. Shikojmë sa temperaturë kemi, pra vëmë te doktori. Këto bëjnë këto planete. Ndikimi që kanë bëjnë, sepse duket se java sjell keq kuptime, tensione në marrëdhënie personale profesionale me Mërkurin dhe Afërditën në retrograd tek Peshqit, kemi eklipsin diellor tek Dashi që kërkon pastrim emocionale, ndërsa Neptuni tek Dashi sjell zgjime të reja të brendshme për gjithë. Duke pasur parasysh mënyrën dhe mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë në fushën e vendimeve që mund të merren dhe një kohë që tani është momenti dhe periudha që ndodhin këto, është janë e mirë në fakt se na bën të ndihemi, të zgjohemi dhe të lëmë pas të kaluarën. Gjithmonë eklipset na japin mundësi që neve të shikojmë përpara, të kthejmë kokën pas që mos bëjmë gabime kur ecim përpara. Dhe ndryshimi më i madh që ndodh është tani, është java e fundit e muajit mars, por kot nuk thonë që shkurti ligë dhe marsi rip. Dhe ky marsi tani kot e fundit thotë që nëse nuk je gati, atëherë të gjobit. Duhet pasur kujdes sepse po përgatitemi për muajin që vjen. Ajo që do duket, ka të bëjnë shumë me eklipset, në fakt pastrojnë të shkuarën. Sidomos eklipsi diellit, por është pak i vështirë në mënyrën se si neve e konceptojmë. Dhe si neve, për disa që nuk i vënë re, hajde punë e madhe, edhe disa gjëra që ndikohen. Por gjithsesi duhet pasur kujdes. Le të hedhim një sy këtyre shenjave. Fillojmë me Dashin, me shenjën e parë. Dashi kjo javë është plot energji intensive, por edhe sfida. Mërkuri dhe Afërdita janë në retrograd tek Peshqit. Tek Peshqit tek një shenjë intuitive, që do të thotë që gjithmonë ndikon në komunikimin në marrëdhënie. Eklipsi diellor të shtunën në shenjën e Dashit që do të thotë ndikime shumë të mëdha, emocione të papritura. Mund të ndjen në situata që janë jashtë kontrollit. Kjo mund të jetë shtys për fillime të reja, sepse siç e thash që na zgjon nga e kaluara dhe neve jemi gati që të nisim diçka të re në fushën e biznesit ose diçka të re në fushat që neve kemi. Prandaj duhet jemi shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. 10 ditë që parë dhe 10 ditë që tretë duhet pasur shumë kujdes në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në fushën e biznesit, sepse Dashi gjithmonë që është guximtari, kanë Marsin dhe gjërat që do të ndikojnë. Por në dashuri do të thotë që në jetën emocionale sjell ulje dhe ngritje të forta emocionale. Nëse jeni në një lidhje përpiquni të shmangni reagime të tepërta, pasi komunikimi mund të jetë paksa konfuz. Të palidhurit kanë të bëjnë një ndikim shumë të mirë tani në këtë periudhë dhe është momenti dhe është koha sepse duke pasur parasysh edhe mënyrën se si vijnë gjërat, edhe periudha ku ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv ku gjërat do fillojnë të reagojnë në një farë mënyrë, njerëzit reagojnë shumë tani në këtë periudhë, po të vini re. Do shikojmë lajme, jemi në transmetim, shkëputemi tani për një moment se sapo ka ndodhur, po ndodh. Dhe kjo do të thotë, sepse kemi ndikimet e Mërkurit që është komunikimi, probleme që do të kenë kujdes në lidhje me teknikën, në lidhje me gjërat që kemi në televizionet, në lidhje me gjërat të tilla që kemi në këtë javë, është javë sa një vit. Por ne të pasur kujdes për këtë javë. Një javë sa një vit. Po. Ajo që do të kenë kujdes më tepër ata që janë të palidhur ose duhen të nisin një lidhje, do të jenë të sigurt për të nisur vazhdimsinë e tyre. Shkojmë tek shenja radhës që është Demi. Demi thotë që rivlerësimi në marrëdhënie dhe në çështjet profesionale është ndikimi, pra. Kjo javë mund të sjellë disa vonesa dhe zhgënjime, veçanërisht në fushën e komunikimit në marrëdhënieve për shkak të lëvizjes retrograd të Venusit, pra Afërditës në Mërkurit tek Peshqit. Eklipsi diellor në Dash ditën e shtunë mund të sjellë disa ndikime jo të mira, si ta çështje të fshehura, pra disa sekrete. Përgatituni për juve që jeni qenë në vende kyçe ose keni një problem, keni firmosur diku, shikojeni, bisedojeni se keni kohë akoma. Nëse ndjeni të pasigurt, shmangni marrjen e vendimeve të mëdha këtë javë. Tjetë sot për sot, jo sot për 5 vjet. Do të pasur shumë kujdes në kontrata. Pikërisht kjo javë në lidhje me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me nëse ata që janë të palidhur. E shtuna sjell momente domethënëse që mund të ndryshojë rrjedhën e dashurisë, sepse ka të bëjnë shumë ndikimet e Mërkurit, kanë bëjnë shumë ditën e shtunë, edhe mundësitë të reja që kanë të bëjnë në fushën me duke pasur parasysh dhe eklipsin diellor, pra do na japi mundësinë
që neve të shikojmë më pastër, më çiltër në ato që neve duam të bëjmë. Shkojmë tek binjakët. Binjakët. Probleme komunikimi, tensionet të brendshme. Ajo që do të kemi përsa përket binjakët duke se kjo javë sjell disa keq kuptime për shkak të retrograd të Afroditës dhe Mërkurit tek Peshët, pavarësisht vështirësive në komunikim. Por duhet jemi të kujdesshëm sepse binjakët kanë pasur shumë probleme më përpara. Dhe vjen një moment tani për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Sepse momenti që neve kemi, kohën që neve vjen tani, është një moment shumë i mirë në lidhje me ne të kuptojmë se çfarë po ndodh, të kuptojmë në gjërat që neve kemi. Dhe veçanërisht kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme sepse duke pasur parasysh edhe komunikimin dhe ndikimet të mëdha që kemi tani tutje, është periudha që na ndonjëherë neve themi që i duam gjitha, po jo gjitha si marrim dot. Pra këtu kërkohet pak vëmendje. Në dashuri, dita e shtunë, nëse pra të palidhurit, sjell ribashkim për disa që janë të ndarë nga një mënyrë apo tjetrën. Ose ndalemi te shtunë nga që është eklipsi diellor të shtunën, prandaj kanë shtunën. Dhe kjo bën, prandaj unë them gjithmonë. Vini re në rrjetet sociale, çfarë flitet për eklipset. Do bëhet nami. Do bëhet kjo, do bëhet asgjë s'bëhet. Mor do të marr tort, po them. Është shumë mirë sepse pastron të shkuarën. Një herë e mirë, ndriçon vendet e errta. Nxirr në pa gënjeshtrat. Që dikush ka gënjur, ose dikush që thotë për shembull firmos se këtë nuk është asgjë. Edhe ti duhet mendosh, pastaj po dal ta firmos apo jo. Ja, këto janë të gjëra që janë me ndikime të mëdha që kanë. Ajo që do të kemi tani në këtë periudhë janë disa mundësi të reja, përsa përket lidhjeve, dhe është një mundësi e artë për ata që duan bëjnë një lidhje serioze, ose mbas shtunës së tutje, gjërat do jenë më ndryshe. Okej, kalojmë tek gaforja. Eklipsi diellor për gaforën, si do të ndikojë? Stabilizimi dhe rivendosja e ekuilibri është motoja. Çfarë ndodh? Kjo javë sjell edhe pse disa pasiguri të vogla që kanë bëjnë, por Afrodita dhe Mërkuri në retrograd tek Peshqit mund të turbullojë disi gjykimin ose atë që ne mendojmë. Jo thot rishikoj edhe një herë, mendoj edhe një herë. Pra të jep mundësinë e këtyre gjërave, por eklipsi diellor në dash që ndodh të shtunën në orën 11, do të thotë që edhe pse ndryshimi në çështje personale ose të nxjerrë në dritë çështje të hapura që kanë lënë pas dore. Tani kjo është mirë apo për keq? Është për të mirë. Sepse të thotë që mbaro këtë punë, ose kredite vjetra, problematikat. Vini re në eklipse ndodhen këto të mashtruesit e bankave, po që eklipsi hënor, që dolën me sipërfaqe dhe diellori apo hënori është më i fuqishëm? Të dyja. Si eklips. Të dyja. Kush godet më shumë? Diellori. Diellori. Jo se kujdes të shtunën. Ka të bëjnë sepse hëna është më dashur. Se ka të bëjnë shumë, e thotë, e jep më butë. Po eklipsi diellor vllai ka çik problem nëse nuk i vëmë re gjërave. Do shikoni këtu do jemi. Unë asaj me bindje plot këtë gjë. Qartë. Kalojmë tek dhe mundësit. Po dalim të themi çiku dashurinë kësaj gafore se si janë gaforet në romancë? Në romancë gaforet në fakt se janë të familjes, në disa raste është vështirë që lidhen me gafore. Prandaj gaforia ngaherë që ndron dhe vetëm. Do të zgjedhë vetë kur zgjedhë, sepse është e familjes. Sepse nuk duron dot llafe në ajër. I do me kam tok. Dhe kjo është sepse janë gaforet, janë shenjë uji. Gaforet janë me ndikimi më të madh që ata kanë tek familja. Janë të fokusuar të nuk i duhet atyre se çfarë bëhet puna ose të jenë në role të drejtuese të larta. Thotë familja përpara pastaj të tjerat. Kurse të tjerat kanë ndryshe. Okej. Luani pra? Luanët. Rritje dhe ulje në dashuri, perspektiva të reja në biznes. Që kanë bëjnë luanët, është motoja e kësaj jave. Kjo javë është plot me kthesa dhe paksa të rrezikshme. Prandaj larg keni kujdes me shpejtësinë. Me shpejtësinë në kuptimin e punës të kësaj, ose kanë problem kështu. Mërkuri dhe Afrodita retrograd tek Peshqit, eklipsi diellor në dash të shtunën mund të shkaktojë disa ndikime, prandaj keni kujdes. Është koha më e mirë për të rishqyrtuar prioritetet tuaja dhe për të lënë pas gjërat që juve keni dhe dëshironi. Momentet dhe koha që juve keni është një mundësi e artë në ndryshime dhe në kohën e duhur për sa i përket mënyrës, për sa i përket rëndësisë dhe çështjeve që kanë bërë. Megjithatë, është një ndikim shumë i mirë edhe në dashuri për luanët, sepse ka të bëjnë shumë gjërat në fushën e dashurisë, durim dhe kujdes kërkohet. Nëse kanë një njohje dhe janë shkëputur, pa një arsye, kjo javë sjell ndikime pozitive sepse sjell bashkim. Dhe sidomos për të gjetur rrugën e qartë në drejtimin e duhur, duhet të bisedosh me personin që ke përballë. Asnjëherë, në asnjë mënyrë kjo javë nuk duhet të ketë persona të tretë në mes, sepse prishin disa ekuilibra. Logjike që duhet njeriu të përballet me personin që ka në krah dhe me atë të gjejë zgjidhje. Dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Vijojmë tek Virgjëresha. Virgjëresha. Çfarë ndodh me Virgjëreshën?
Vjesha, motoja është rivlerësoni çështjet financiare dhe profesionale. Kjo javë mund të jetë një javë me ndikime dhe favorizime njëkohësisht, por kërkohet mjaft kujdes, sepse ajo çka do ndikohet tani, me qenë se kemi eklipsin diellor ditën e shtunë tek Dashi që sjell energji intensive e cila mund të krijojë disi ndikime të mëdha profesionale personale. Është një kohë e mirë për të bërë rishikime dhe rivlerësim të situatave. Edhe pse mundësia që kanë bëjnë në fushën e punës, ka një mundësi shumë të mirë tani, vetëm do kenë pakujdes me bankat. Mos ta gjojmë tepër se ç'duhet këtë javë. Dashuria. Në jetën tuaj emocionale mund të përjetoni ulje dhe ngritje të forta emocionale për ata që janë në njohje ose janë duke u njohur dhe nuk janë të sigurt për ata çka do të bëjnë, e do të jenë kujdesshëm. Nëse nuk diskutohet se arrije qëllimi, kuptohet, nuk diskutohet kjo gjë, por gjithsesi është një mundësi e artë për sa i përket çështjeve ose lidhjet njohje që bëhen mbas brenda kësaj jave me vazhdimsi, duke se janë të mbara, nuk ka problem, nuk ka diçka për të shqetësuar, por gjithsesi koha dhe momenti është perfekt, duke pasur parasysh në anën profesionale, ka disa vonesa të vogla, por do arrijet, edhe pse keni disa vjeshat, kanë mundësi për të rritur gjërat që nuk 2 diskutohet. minutat kanë ngelur, kështu që do t'i marrim kohë të enjte, do vim të për muajin prill, Jorgo Pulla. Peshorja. Ti kërkojmë ndjes tani, sepse këtë minutazh kemi sot. Për sa përket peshorëve, peshorët rivlerësim në marrëdhënie dhe pastrim intensive emocionale shpirtërore. Ndikimi dhe ndryshimi janë dy gjëra kryesore. Për sa përket mundësive, mërkur të enjte duhet të pasur shumë kujdes, mos dhe ditën e shtunë mbas dite kanë ndikime shumë të mira. Akrepi. Për sa përket akrepëve, vendime dhe mundësi të reja në marrëdhënie, duke pasur parasysh kohën, duke pasur parasysh mundësi që jepen, duke filluar që tani nuk diskutohet, e ka fajin Mërkuri, kemi qenë tani në këtë arsye, po. Që tani fillojnë problemet po gjithsesi, duke pasur parasysh dhe mundësi që jepen tani në lidhje me punën dhe kohën, akrepët gjithmonë janë në qendër të vëmendjes dhe do të pasur shumë kujdes mos të nxitohen. Shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, duke se shigjetarët motoja është kujdes në jetën e përditshme larg debateve dhe komunikimit. Do të jenë shumë kujdesshëm. Kontratat e rëndësishme t'i shtyjmë pak më tutje, sepse ka pak problem. Dashuria. Njerëzit që janë të palidhur kanë mundësi të reja mbas ditës së premte. Bricjapët. Bricjapët thonë që ndikime në marrëdhënie dhe rishikime profesionale. Edhe pse kjo javë ka ndikime shumë mira dhe një lajm shumë mund ta marrin ditën e mërkurë ditën e njëjtë në lidhje me punën ose diçka të re, por do të kenë kujdes se si do të vendosin për këtë gjë. Në çështje shpirtërore, edhe pse diçka e papritur mund të ndodhin në fushën e dashurisë. Ujori. Livlerësime, qëllime dhe partneritete. Përsa përket ujorëve duket se kanë ndikime shumë të mirë dhe mundësi të reja, por gjithashtu ka një ndikim në anën profesionale, sepse edhe disa shpenzime të paparashikuara do t'ja dalin, sepse kanë mundësinë dhe dinë shumë mirë çfarë do të bëjnë. Peshit thonë që më jep mundësinë të t'jap kohën. Atëherë i bie që ndryshime të papritura dhe ndikime në anën shpirtërore. Një njohje që kthehet në lidhje serioze, që mund të kthehet ditën e mërkurë të njëjtë, është një ndikim shumë i mirë. Në lidhje me një udhëtim dhe për ata që ndodhen në Angli, ka një mundësi dokumentacioni për sa i përket këtyre çështjeve, edhe pse kemi mërkurin retrograd, por është një kohë për të rregulluar dhe stabilizuar gjërat. Sa zodiaku je ti, Jorgo? Shigjetari ishe. Shigjetari. Ka që kuptueshëm është shigjetari? Po është. Domethënë, jo mërkuri në retrograd, afërdita eklips diellor, po bravo për kohën që respektove. 30 vjet furxhim mos dit bëj buk, besoj që. Faleminderit shumë. Për muajin prill e kemi sërish të enjte në Jorgo Pullën, për të parët që jemi për ta shprehur se si do të jetë ky muaj që vjen pas një muaji kaq të vështirë siç është marsi. Faleminderit edhe një herë, ka publicitet, rikthehemi me Bima dhe Shëndeti.